E rithemeluar pas 32 vitesh, në janar të vitit 2023, me një akt të paprecedent, sot Orkestra Simfonike e Shkodrës kthehet në një formacion që nuk është as mish as peshk, as ansambël dhome dhe as orkestër. E gjitha kjo me vendime personale të Drejtorisë të Kulturës së Benet Becit. Me datën 15 janar të vitit 2025, në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, u shpallën pas një paralajmërim, pas një rregullore, pas një kriter të qartë profesional, audicionet për 51 instrumentistët, të cilët u zhvilluan jashtë çdo kriteri kohor për të tilla konkurset me datat 20 dhe 21 janar në ambientet e teatrit Mexheni. Ku, për shohun e rallës, ishte prezent edhe vetë Benet Beci, Benet Beci dhe drejtori i transportit të kulturës Pandi Laço, të cilët të quajtën edhe si një arritje dhe pjesëmarrje bombastike, por tullumbacja propagandës u shua shumë shpejt. Por në faqen zyrtare në këtë shpallje absurde për një orkestër funksionale, e cila ka shkëlqyer gjatë gjithë këtyre 2 viteve në koncertet kombëtare ndërkombëtare, parashikoi shpallja e fituesve brenda 5 ditëve sipas ligjit. Fituesit nuk u shpallën kurrë, rezultatet e jurisë nuk u deklaruan dhe administrata e Benetit ka disa ditë në kundërshtim me çdo normë ligjore që thret sipas simpative personale në telefonata private instrumentist për lidhjen e kontratës. Në këtë listë të fshehtë, Benet Beci dhe administrata e tij kanë parashikuar vetëm gjysmën e kontratave për instrumentet e Orkestrës Simfonike, nga 51 që janë miratuar nga Këshilli Bashkiak, duke quar në dekadencën e një ansambli të pa kuptim të muzikor, Orkestrën Simfonike të Shkodrës.